Viti 2026 ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme për legjendarët shqiptar, të cilët kanë spjekuar me paraqitjet e tyre vendimtare në fushë. Kapiteni kombëtar shqiptar Berat Xhemshiti zhvilloi një ndeshje të madhe me Atalantën në fitoren minimale 1-0 ndaj Romës. Mbrojtësi kuqezi ishte i pakalueshëm në prapavi, duke shpëtuar disa herë nga goli i skuadrën e tij dhe në fund të ndeshjes u vlerësua si lojtari më i mirë i takimit. Një paraqitje shumë të mirë zhvilloi dhe qendërmbrojtësi tjetër kuqezi, Ardian Ismali, i cili aktivizon në kampionatin italian me Torinon. Ismali dha edhe një asist në fitoren 3-0 të Torinos në transfer ndaj Veronës, duke shërbyer në golin e tretë. Yasir Hasani nisi vitin e ri me gol, duke gjetur rrugën e rrjetës me penallti në fitoren 2-1 të Esteghlal ndaj kryesuesve të kampionatit, Sepahan. Fal këtij triumfi diferenca me Esteghlal dhe Sepahan është vetëm 5 pikë, ndërkohë që për Hasanin ky ishte goli 7. Me golin nisi vitin edhe Anis Mehmeti, i cili shënoi në fitoren e thellë 5-0 të Bristol City ndaj Portsmouthit. Paraqitje pozitive edhe për Ramadanin, Brojen dhe Manajn, të cilët kanë qenë protagonistë pozitiv në ekipet e tyre.